siguria ushqimore dhe mbrojtja e shëndetit konsumatorëve është një nga prioritetet e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë. Në kuadër të kompetencave të saj, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë zbaton kontrollet zyrtare në produktet me origjin bimore për gjatë zinxhirit furnizimit, duke përfshirë produktet vendore dhe ato të importit. Këto kontrollohen domethënë në bazë të legjislacionit fuqi, planet zyrtare të kontrollit, monitorimit, analizën e rrezikut, marrjen e mostrave dhe testimin e mostrave në laboratore të akredituara. Faktikisht, Inspektorati Fitosanitar në kuadër të Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë vepron mbi bazën e një plani të bazuar në rrezik. Këto kontrolle zbatohen të gjitha kulturat bujqësore, pa dallim. Fillimisht kalojnë nëpër shumë procedura kontrolli. Nuk kemi raste specifike që t'i kalojnë vlerat e lejuara apo normat e lejuara me kontaminant, në këtë rast me mbetjet pesticideve. Kështu që nuk kisha me potencunin ndonjë kulturë apo ndonjë produkt, qoftë pemë, perim ose produkte tjera, të cilat i kanë tejkalu normat e lejuara të mbetjes pesticideve. Domethënë, konsiderojmë që situata është në monitorim dhe në kontroll plot nga autoriteti jonë përkatës nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë përmes Inspektoratit Fitosanitar. Përmes inspektimeve zyrtare, verifikimit përdorimit produkteve të autorizuara për mbrojtjen e bimëve apo pesticideve, kontrollet dokumentacionit përkatës, marrjes mostrave për analiza laboratorike, në rast konstatimit shkeljeve, ndërmerrjen në masat e përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi. Obligimi i AOK-s për shembull është që ta kontrollojë 1,5% të produkteve që oshin ato në import ose në treg. Dhe është vështirë e besueshme që edhe këtë 1,5% e realizon. As AOK, as asnjë mekanizëm tjetër për kontrollin e tregut nuk mund ta mbikëqyrë tregun pa qytetarin konsumator. Por asnjë inspekcion, agjencion, mekanizëm nuk e merr parasysh qytetarin konsumator, të gjitha punët përpiqen t'i bëjnë vetë dhe i bëjnë shumë keq. Vetëm një inspekcion komunal ka shprehë gatishmërinë që bashkë me organizatën konsumatori të bëjnë kontrolle në komunën e tij. Roli i pesticideve është rol pa krahas, sepse te pemët dhe verimet zakonisht paraqiten sëmundje apo dëmtues të ndryshëm. Për këtë shkak, për eliminimin e tyre normalisht përdoren pesticidet, të cilat janë të lejuara me ligj dhe në të njëjtën kohë i ndihmojnë bujqëve të eliminojnë këto probleme, të kenë produkt sa më të mirë dhe të kenë sasi e cila mund të konsumohet pastaj nga konsumatorët. Pesticidet përdoren tonë botën, kështu që shumë rrallë ka vende ku nuk përdoren apo nuk përdoren në bujqësi organike, edhe në disa sisteme tjera që njihen, mirë po në përgjithësi pesticidet që përdoren në mënyrë të rregullte, të sigurt, nuk përbëjnë asnjë problem për shëndetin e njeriut. Mungesa inspektora për Ministrisë së Bujqësisë edhe inspektora fitosanitar që të bëjnë këtë punë vrehet, është shumë relevante. Mendimi jam, propozimi jam kish me qenë që ata me angazhu inspektora shtesë, sidomos periudhën e premtarisë prej 1 marsi deri ka 1 tetori, sepse kjo është periudha kur ka më shumti. Edhe e dyta, përveç kësaj që mujmë i bë domethënë një farë kontrolli, ne kemi mungesë laboratoreve. Nuk kemi laboratore ku mujna nëse dushojmë diçka, na nuk mujna me qenë një laborator i cili bën analizat e saktuara, laboratore të akredituara. Jo është një në Institutin Bujqësor të Kosovës, i cili nuk ka shumë parametra që mund me kontrollu, edhe është një në Ferizaj që është privat, cilët edhe ata kanë një sasi të parametrat që mujmë i bë analizën e pesticideve.